Ju përshëndes në emër të Jezu Krishtit, vëllezër dhe motra. Mund të japim lavdin Zotit? Nuk ka gjë më të bukur se sa të lavdërosh Zotin. Dhe po ta dinim këtë, do të ishim shumë të bekuar. Dhe tek Perëndia gjithmonë dërgojmë problemet tona. Mirë, shkove një ditë, ja tha. Shkove ditën tjetër, ja tha. Kaloi një muaj, ja the. Kaloi një vit, ja thua. Ma ç'bëhet? Kalojnë 2 vjet dhe përsëri ja thua. Kalojnë 5 vjet dhe ja thua përsëri. Kaluan 10 dhe përsëri. Dhe kështu ikën jeta jon me problemet që nga fillimi kur ja themi përsëri Zotit. Leri mbrapa dhe lavdëroje Zotin. Derisa në rastin e parë nuk ke ndonjë fitim, vetëm mundime ke, të njëjtat gjëra, të njëjtat. Por të krishterët, vëllezër dhe motra, thonë, do t'i harrojmë të kaluarat dhe do të përparojmë përpara. Që të krishterë jemi nëse i kemi ato të kujtimet e vjetra. Pra, të gjitha këto na i thot Ungjilli. Dhe na tregon Ungjillin saktësisht se si mund të jesh i lumtur me Krishtin. Përse e kemi zgjedhur Krishtin, vëllezër dhe motra? Jemi vallë të pamend. Mua më shohin miqtë e mi dhe më thojnë, ma ku shkove dhe ti dhe u blek sa dje ku vajte? Nuk ke dhe pak turp ti Pavlo. Ku shkove? Ku shkove dhe u blekse? Tek masonet je? Ku je? Dhe unë qeshi. E dini përse? Pa tjetër jo që qeshi gjithmonë, por të 330 ditët e vitit jam i lumtur. Jam i lumtur përse një 30 vjet me kapin dhe disa probleme të cilat mërzitem. Por keni kujdes, jo mëkat. Ajo është e kaluar mëkati. Por bie, mërzitem, problemet. Por e dini çfarë do të thotë të jesh 330 ditë në vit i lumtur bashkë me Krishtin. Le të vinë pak psikiatrit dhe t'ju mësojnë pak psikiatrinë. Dhe kjo nga një. Kjo bëhet nga njohuria, vëllezër dhe motra. Cila njohuri? Njohuria shkrimeve? Cilën dituri? Diturinë e Ungjillit. Sepse Ungjilli flet diçka shumë të bukur, që do ta lexojmë tani. Do të lexojmë nga Ungjilli i Gjonit, kapitulli 8, 32. Gjoni, kapitulli 8, 32. Do ta njihni të vërtetën dhe vërtetja do t'ju bëjë të lirë. Atëherë Jezus i tha judeve që besuan në të, nëse do të qëndroni në fjalën time, jeni me të vërtet dishepujt e mi. Unë nuk mund të lexoj, vëllezër dhe motra, dhe kam këtu një pjesë të cilën e shoh. Kam këto probleme, me falni. Lexoj përsëri, vëlla, ta dëgjoj dhe kapitulli 8, 32. Atëherë Jezus i tha judeve që besuan në të, nëse do të qëndroni në fjalën time, jeni me të vërtetë dishepujt e mi. Do ta njihni të vërtetën dhe vërteta do t'ju bëjë të lirë. Dëgjojeni tani.
Njohuria njeriu do ta drejtojë tek e vërteta. Sepse paragrafi që lexuam thot: njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju çlirojë. Ungjilli flet për fjalë diturie dhe fjalë mençurie. Po por tema cila është? Të kemi diturinë, të kemi njohurinë? Jo. Tema është e vërteta. Të njohim të vërtetën. Sepse njerëzit jetojnë në këtë botë të çoroditur. Do një shembuj? Le të martohemi burra me burra. Apo të martohen gratë me gra. Kujdese, jetojnë njerëzit në gënjeshtër, ma a është e mundur? Është. E po shohim. E pam, erdhi në vendin tonë edhe një gjë e tillë. Nuk kanë asnjë njohuri të së vërtetës. Dhe e vërteta, vëllezër dhe motra, është një çështje e cila të bën të kuptosh shkakun ne kemi të vërtetën e botës. E dini, ku shkenca kërkon ta gjejë. Do më thënë çfarë? E dim se si u bë e gjithësia. E dim apo jo? Ato e kërkojnë. Kurse ne e dim se Perëndia e krijoi qiejt dhe tokën kur? Në fillim. Çfarë do të thotë fillimi? Hajde gjeje ti fillimin dhe jep numra. 5 milion vjet, 10 milion vjet, apo kodiun sa. Por fjala Perëndis thot, në fillim Perëndia e krijoi qiejt dhe tokën. Kur është fillimi? Askush nuk e di. Por ne e dim. Sepse fillimi është Perëndia. Do më thënë, kjo gjë që shohim ne, vëllezër dhe motra, kjo që kuptojmë, kjo gjë që shpirti jonë brenda e pranon, është e vërteta. Na hap syt. Nuk e humbim rrugën tonë, por përparojmë. Por jo vetëm kjo. Njohim të vërtetën. Kush na solli në këtë botë? Hajde pyete një njeri. Çfarë do të thojë? Babai dhe nëna. Dhe babajnë dhe nëna e solli gjyshi dhe gjysha dhe pastaj zakonisht ndalojnë aq. Por ne e dim se në këtë jetë këtu na solli Jezu Krishti. Dhe nuk themi gënjeshtra, njeriu për këtë arsye rilindet. Kjo është e vërteta e frymës. Vjen fryma e shenjtë dhe aty ku nuk kupton se ç'është bërë në jetën tënde, sepse dhun pyesja dhe pyesja veten, Zot, nëse je, dua të gjej, dua të takoj. Më thuaj ku je dhe po të jetë e mundur të vi me një anije kozmike të vi tek ti. Por ku të vi? Në cilën kohë? Në ç'vend? Nga që nuk mundem është e pa mundur për mua njeriu ta bëj këtë, nuk vjen ti për mua o Zot. Isha 13 vjeç fëmijë kur i thoja këto. 13 vjeç isha djalë. Dhe kur bërë 19 e dini që bë? Mos më shifni tani që jam plakur. I pari në universitet isha, në komisionin ku krijonte klimën se si do të bashkëpunonim aty. Do të jetë edhe Pavlo Liberopulo. E dini dhe ua kam thënë. Isha ai që shtriesha në tokë dhe ndalonin autobusat dhe zbrisnin njerëzit. Përse? Sepse donim, nga që nuk e bënin ato me dashe, i bënim ne me zor. Luftoja, nuk më prishte punë, por t'ju them diçka, të njëjtën frymë kam edhe tani. Sepse kjo është qenja ime. Të vërtetën pra e kemi vetë qenja jonë. Ne kuptojmë se jemi qenje, jetojmë,
Dhe vjen Perëndia për ta vërtetuar këtë dhe na rilind. Dhe kur të rilindet njeriu, e dini se ka atë Perëndin. Atë që thot Ungjilli bëhet. Kush e dinte? Kush nga ne e dinte se Perëndia është ati i tij? Kush nga ju e thirrte Perëndin atë përpara se të njifte Ungjillin? Askush. Dhe të gjithë çka që thonim aty që në qiell si papagallë thonim. Atë që di njerëzit është si papagallçe. Edhe unë të gjitha sa dia si papagallë isha. Por që kur erdhi Ungjilli në jetën time, them këtu do të përparoj. Dhe si u bë kjo? Do më them tani vëllezër një provoj. Përse? Sepse kjo ndihmon të vërtetën. Që kur më tha Krishti, e din diçka, nuk do të më shofesh kurr atë që kërkoja unë të shifja Krishtin, dhe më thënë me mish dhe me të kocka që kam, ta shof ball për ball. Mua më thot, do të më shohesh në Ungjill. Do të përparojmë së bashku në për Ungjill dhe gjithë thesaret e njohurisë dhe të mençurisë time, do t'i tërheqesh nga Ungjilli. Po që bë pastaj, aty ku nuk kuptoja, student isha, bëja dhe të rëndësishmin për para të tjerëve të se studioj, dhe shkoj të lexoj Ungjillin dhe nuk kuptoj asgjë. Por nga ajo ditë që u bë kjo gjë, nuk kam për të harruar kurrë. U hap mendja ime dhe kuptova çfarë do të thotë Ungjilli. Përse? Sepse më rilindi Krishti. Shikoni forcën e Ungjillit. Forcën e Ungjillit. Dhe kam një të re të bukur t'ju them, se Ungjilli mund të shpëtoj gjithë ato që ti i dën. Të gjithë ato që i dën, ka forcën Ungjilli që ti shpëtoj. Nuk do të shmangat askush. Përse? Sepse nuk kam turp për Ungjillin e Jezu Krishtit, sepse është forcë e Perëndisë për shpëtimin e kujtdo që e beson. Atëherë pra duhet të njohim lavdinë e Krishtit nëpërmjet të vërtetës. Nuk e mëson të vërtetën e Krishtit brenda gënjeshtrës. Nuk mund të mësosh të vërtetën e Krishtit në mëkat. Të gjithë kaluam në për mëkat, më të shumtit këto vajhallit, se çfarë bënim dhe çfarë kaluam, por kemi të themi për ato që Krishti na ka vënë përpara që të ecim, të shohim madhështinë dhe lavdinë e tij, të shijojmë prekjen hynore nëpërmjet frymës, sepse Perëndia thot në fjalën e tij se është frymë, dhe thot si është kudo i pranishëm, derisa është frymë. Fryma dini se që është. Është ndreqësi i të gjithave. Dhe ndërsa Perëndia e krijoi qiejt dhe tokën, toka ishte e patrajt dhe e shkret. Dhe frymë e Perëndisë sillej mbi sipërfaqen e ujrave. Dhe çfarë u bë? Dhe tha Perëndia. Çfarë tha Perëndia? U bëft drita. Dhe u bë drita. Ahre, pedagog t'ju kisha këtu, do t'ju bëja pyetja që t'ju përgjigjeshit popullit thjesht në mënyrë të kuptueshme, sikur se thot Ungjilli. Mos i ngatroni gjërat, mos e ngatërro mendjen tënde. Ashtu sikur e thot thjesht Ungjilli. Dhe kaloi dita e parë, dita e dytë erdhi dhe tha Perëndia, çfarë tha Perëndia? Dhe u bë. Do më thënë, çfarë do që thoshte Perëndia bëj? Po. Kjo është e vërteta. Dhe gjithçka që thot Ungjilli është e vërteta. Këto shifni se që thot Krishti, njihni të vërtetën thot. Të vërtetën ta njihni. Dhe e vërteta është ajo që do të bëj brenda tejet të kuptosh se çfarë thot kjo e vërteta.
e vërteta nuk është diçka që është bashkë me gënjeshtrin, e vërteta nuk është diçka që është bashkë me mëkatin, e vërteta nuk është bashkë me interesin, e vërteta nuk është diçka që është e shtrembruar, por është e pastër. Ja e vërteta cila është. Ç'është këtu brenda? Uji. Kjo është e vërteta. Njerëzit çfarë bëjnë? E dini çfarë thojnë? Shkojnë tek ata që nuk dinë, nga që ato vetë dinë dhe i ngatrojnë dhe ju thojnë, kjo që shef nuk është uji, ma çfarë thua, i thot tjetri? Po, i thot ai. Është oksigjen dhe hidrogen. E kuptoni se ku është nga ajo që ngatrohet? Ajo që ngatrohet njeriu është në thjeshtësinë. Ngatrohet njeriu përse? Sepse nuk i thu të thjeshtën, thuaja të thjeshtën. Ku ta di e gjyshi dhe gjyshja që s'ka qenë në shkollë dhe tani atëherë kur ungjilli që predikohet nga Pali, nga apostulli dhe nga 12 apostujt dhe nga gjithë punëtorët e ungjillit, sa të vështira ishin gjërat ku 90% e njerëzimit ishin që nuk dinin të shkruanin as të lexonin. Sot duan të na shtrembërojnë edhe tek ne të vërtetat tona. I shifni sa bukur që vinë këtu. Në kish futen. Dhe në kish bëjnë atë që infektohen. Dhe humbet qëllimi i të vërtetës. Dhe njeriu nuk jeton në vërtetësi jetën e tij, ndërsa është gënjeshtar, prezantohet si njeriu më i mirë. Ndërsa është kurvërar dhe kurrëshkeles, do të paraqes familjen e tij. Ndërsa është vjedhës dhe barbar, bën të mirën dhe çfarë tjetër se është bamirës, e kuptuat. Thjesht. Dhe vinë të gjithë njerëzit, gënjeshtarët, për të nënshtruar të vërtetën e Krishtit, sepse djalli, vëllezër dhe motra, nuk don që të nënshtroj vetëm njeriu, por don të nënshtroj edhe të gjitha sa vinë nga njeriu. Do më thënë, nuk don që mbledhjet e tij të jenë sikur të tonat që mblidhemi. Më kujtohet dikur në kohën e kaluar, vlla Jorgo më thoshte, Pavlo, kush të vi i ri afroju. Dhe unë dhe Panajoti, Papa Nikolau ishim, kush do që u futën në i ri, shkonim ne. Dhe kam përjetuar gjendje të mrekullueshme. Ma them këtu më thonin, këtu nuk pi cigare askush, thej unë. Dhe më thënë, s'do të ndez as kërkush cigare, jo, këtu asnjë. Ma nuk pin cigare, theja. Ma më thot këtu njerëzit kanë thot marrëdhënie me njëri tjetrin, askush thot. Këtu s'kemi marrëdhënie me njëri tjetrin, as të martuar 2 herës, dhe fëmijët ton nuk kemi divorce. Mburreshim me këtë. Mburreshim apo nuk mburreshim? Dua të më përgjigjet kisha. E kishim mburreshim me këtë? Sot çfarë bëhet? Kini kujdes. Duan të shkatrojnë të vërtetën, të shtrembrojnë të vërtetën, që të arrijmë dhe ne të themi dhe ne, mirë, më le të kemi dhe ne divorce. Kështu vazhduan dhe kështu ranë të tjerat. Kongreset e shkatruan të vërtetën e ungjillit, sepse morën vendime të gabuara. Por ne nga ungjilli i Jezu Krishtit e keni parë cila është? Ja. Nuk do të shmangemi. Me çfarë do lloj dhe nëse dikush që do të na shtrembëroj ato që themi, le të vi të ndjek dhe të shoh vetë jetën tonë. Atëherë pra, djalli e kuptoni se ç'do të bëj. Nëpërmjet gënjeshtrës do të na shtrembëroj të vërtetat që fshe zemra jonë. Të jetë e pa drejt vajza ime dhe unë ta paraqes si të drejt. Jo ti paraqes, por ta dua që të paraqes të drejt. Të jetë tjetri shkelës,
i ligjit dhe unë të dua ta bëj të pa drejt, të jetë tjetri për vdekje dhe unë të them jo, s'ka bërë asnjë gjë që të vdes. Këto bëjmë me jetën tonë dhe me mëkatin tonë. Por në ne nuk do të na ndodhin këto gjëra. Në askënd. Sepse njoftëm të vërtetën, vëllezër dhe motra. Dhe e vërteta nuk është diçka ku pa pritur e njeh. Don eksperienca, provoja e vërteta. Nuk don. Derisa nuk din se cila është gjëja saktë, se ku është gabimi. Por u them diçka. Kur të njofësh të vërtetën, atëherë do të çlirohesh. Më kujtohet në rinin time, sa beteja jepja që të çlirohesha. Përse sepse më çliroi Krishti. Por duke mos njoftur të vërtetën, më çonte tek gjëra mbrapsht. Dhe luftoja për këtë, që të qëndroja në këmbët e mia dhe nuk qëndroja dot. Dua të ngushëlloj këdo që jep betejën e tij, dhe të them dhe diçka tjetër. Dëgjoni ato që ngjiten këtu, sepse e dini që është kjo tribuna. Kjo është edhe gjykatëse që dënon edhe që shfaqson. Ai që ngjitet në këtë tribunë dhe nuk është nga Zoti, është gjykues, por ai që ka vullnetin e Zotit dhe dëshmon tek të tjerët, ka bekimin e Perëndis. Të dëgjoni, sikur se thot Ungjilli, pleqt, peshkopët, të cilët kanë dëshmi të mirë për Ungjillin dhe për jetën e tyre. Sepse kanë provojën, vëllezër dhe motra. Kanë përjetuar, e din se si do të sillen, si do të flasin, se si të ndihmojnë. Nuk janë sikur njerëzit që nuk interesohen. Shkon tjetër t'i thua problemin e tij tënd dhe nuk interesohet. Ma din ai tjetër ndonjë të vërtet, ju pyes. Kur vetë njeriu vetë njeriu jeton në gënjeshtër, ku mund ta gjejë të vërtetën? Ju pyes, njerëzit jashtë, si mund të qëndrojnë? As në të vërtetën e jetës nuk qëndrojnë dot. Nuk shijojnë vetë fëmijët që vetë i pjellin. E la, thot dhe ku ishte, shkoj, thot në bar. Dhe fëmijët çfarë u bën? Morën zjarr shtëpia dhe u dogjën. E po mirë njeri, ke dy fëmijë që janë 3 dhe 5 vjeç dhe i le vetëm. Që të shkosh ti të pish. Kuptoni se çfarë mendimesh do të bëjë njeriu që të kuptojë çështjet e jetës. Jep kohë në krijesat që ke krijuar, që ke sjellur në botë, jepu kohë. Ne të gjithë, dhe besoj edhe vëlla Jorgo dhe shumë vëllezër këtu brenda, kemi marrë vendimin e vdekjes, vëllezër dhe motra. Këtë familje nuk do ta lëm kurrë. Sepse është e vërteta jonë. Për këtë arsye këtu brenda kemi përjetuar ato momentet të papërsëritshme, të gjithë së bashku. Kur Perëndia na vizitonte, të gjithëve së bashku, si kish, të cilën e bën përsëri, sepse unë mund të mungoj, por mësoj vëllezër. Na viziton Perëndia, rri dhe përjetoje këtë. S'do ta harrosh kurrë të vërtetën e Ungjillit.
ku Krishti e thot qartë, ja lexo pak vëlla, në kapitullin e 4 të Gjonit, paragrafi 6. Thot Krishti, unë jam udha e vërteta dhe jeta, askush nuk vjen tek Ati përveç mejet, nëse më njihni mua edhe Atin tim e njihni, dhe nga atëherë e njihni atë. Dëgjuat. Dëgjoni se ç'thot, unë jam jeta, udha dhe e vërteta. Domethënë pra, duhet të mësojmë Krishtin. Dhe Krishti nuk ka mënyrë tjetër që ta mësojmë nëse nuk studion Ungjillin e Jezu Krishtit. Në qoftë se Ungjilli nuk gjen mbështetje në jetën tënde, qoftë të gjej dhe të gjykoj fjala e Perëndis në momentin e gënie shtresate, apo të lartësoj fjala e Perëndis në momentin e të vërtetës që thua. Këtë duhet të bëjmë të gjithë. Të shohim Krishtin në jetën tonë. Sepse ai është udha e vërteta dhe jeta. Pa mua nuk mund të shkoni, thot tek Ati. Si do të bëhet kjo? Dhe vjen tjetri dhe të vën një figurë dhe të thot eja këto. Kjo është ikona, adhuroje. Ma çan këto? Vjen tjetri dhe të thot, mjafton të jesh njeri i mirë, thot. Po të jesh njeri i mirë, do të shkosh në parajs. Ma unë kam parë shumë njerëz të mirë. Kam parë. Kam parë njerëz shumë të mirë. Por shumë në thellësi të mëkatit. Të zhytur në mëkat. Ai që mundet nga vetë forca e tij, vëllezër dhe motra, që të bëjë diçka, dhe mundet dhe e bën, i mbuluar nga prishja që mbyll syt e të tjerëve, nuk ka në kuptim. Sepse Ungjilli dini se që thot, tek ai që thot që din të bëj të mirën dhe nuk e bën, për të është mëkat. Dhe unë ju pyes, një hajdud që vjen të ndihmon një ditë dhe ti kënaqesh dhe thua fjalët më të mira për te, përse se të zgjidhë një problem. Por nuk e bëri vetëm tek ti, e bëri edhe tek tjetri, i zgjidhi problemin. Dhe kemi shembujt. Ju kujtohet ai grabitësi që ndante milionat. Por çfarë bënte? I vidhte duke grabitur. Kërcënonte jetët të njerëzve, merrte parat të tilla bëjnë njerëzit. Por ne që nuk kemi të japim të tilla, u japim Ungjillin e Jezu Krishtit, pasurinë dhe diturinë e Ungjillit të Jezu Krishtit. Çfarë mund të ketë njëra me tjetrën dhe si mund të krahasohet njëra ofertë me tjetrën? Por mos u mposht, thot dikun tjetër, nga e keqja, por fitoje të keqen me të mirë. Për këtë arsye i krishteri është në sytë e parë që ta tallin njerëzit. E kuptoni, sepse është njeri i mirë. Tani në këtë moshë që jam, gëzohem që isha edhe unë disa herë në jetën time i mirë. Dhe ju të tjerë njerëzit patën interes për mua. Por tani e kuptova. Shiko sa vite të mësoj në jetën time për të kuptuar atë që thot Pali. Përse nuk është më mirë që të keni të ju bëhet e pa drejt, por keni probleme me njëri tjetrin dhe kërkoni të drejtën. Dhe sikur më thot vëllai im Taqi, që është një e vërtetë e madhe kjo, thot. Shikoj dikënd në xhep dhe ta shofish se sa i krishteri mirë është. Në Krishtin shkuan shumë, i lexojmë këtu. Thot Zot, çfarë të bëj që të marr jetën e përjetshme? Dhe duke dashur, thot Krishti atë, i thot, shko, shiti të gjitha sa ke. Kështu i tha. Dëgjoni çfarë i tha, të gjitha pasuritë tua shko shiti dhe eja më ndjek. Dhe do të kesh shpërblim në qiell. Dhe ai thot,
po që më gjeti, çfarë dëgjova? Dhe iku thot i mërzitur sepse kishte shumë pasuri. Nuk vjen ta thuash këtë edhe tek ne o Zot. Nuk vjen të na provosh, unë dua të provohem. Që të mos t'ju them se për këtë që ju them, jam provuar. E kam kaluar edhe këtë mësim. Nuk jam ai Pavlo që isha dikur. E kuptuat? Këtu flasim për jetë të përjetshme, flasim për gjëra të përjetshme, flasim për gëzim të përjetshëm, për lumturi të përjetshme, nuk do të vdesim kurrë, poshtë vdekja nga fitoria, kështu thërret Ungjilli i Jezu Krishtit. Dhe ndalojmë dhe mbetemi në gjërat e pavlefshme. E të gjitha këto të pavlefshme që mendojmë ne, por janë shumë të rëndësishme për fjalën e Perëndis, duhet t'i kalojmë me njohurinë e të vërtetës. Nuk do të bëhem unë gënjeshtar përpara Perëndis. Kur do të shkoj atje do të zhvishem plotësisht, do t'i them kështu jam, ky jam o Zot. Thonë të vjen tjetër dhe thotë s'kam vrarë njeri, s'ke vrarë njeri, kështu më thoshte një zonjë e bukur. E cila nuk ishte edhe besimtare. E thot Perëndin, thot, s'kemi vrarë edhe kënd, i them, ti ke bërë krimet më të mëdhaja, i them. Me shef mirë dhe më thot, çfarë thot kam bërë? Unë thot kam vrarë në kënd, ti thot do të ke bërë shumë vrasje, i them. Çfarë do të thoni zoti Pavlo, i tha, më that. A pranon të vërtetën të më përgjigjesh, i them, po, i thot. Sa fëmijë ke hequr, i them. Mbaroj me kaq. E kuptuat? Kur të lexoj unë këtu në Greqi dhe bëhen 300 aborte në vit, 300.000 aborte në vit, pra burra dhe gra janë vrasës. Dhe pastaj theni përse ndodhin këto gjëra, sepse nuk kemi ungjillin e Jezu Krishtit. Po të kishim ungjillin e Jezu Krishtit, do të kishim të gjithë ne nga 10 fëmijë gjithë secilit dhe do të jetonim, sepse thot Ungjilli kërkoni mbretërinë e qiejve dhe gjitha të tjera do t'u jepen si shtesë. Kush e beson këtë? Ka disa këtu që e besojnë. Dhe ato jetojnë në mënyrë të bekuar, por më të shumtit çfarë u bën? Vrapoj thot. Dhe çfarë u bën? Thot vrapoj. Dhe çfarë? Vrapoj. E mirë se vrapon 100 vjet po vrapon. Nuk u bë asgjë. Dëgjoni, Krishti është e vërteta. Dhe është e vërteta e të vërtetës. Nuk mund ta shohësh Perëndin pa Krishtin. Për këtë erdhi Krishti këtu në tokë, që të miqësoj njeriu të përulurin, atë që nuk kupton asnjë fjalë dhe nuk jep asnjë lloj shpjegimi, ku nuk kupton gjëra, gjendjet, nuk mund të përpunoj informacionet, por ka një zemër që beson ato që i thot Krishti. Beson ato që i thot Krishti. Shikoni çfarë u bë me Samaritanën. Çfarë u bë? 5 burra kishte ndërruar dhe ky 6 që kishte nuk ishte i saj. Dëgjoni çfarë bëri ajo grua. E kuptuat? Ajo grua quhet Fotinia e Shenjtë dhe e adhurojnë shumë njerëz. Cilat kisha e adhurojnë? Ato kisha që nuk janë në të vërtetën. Sepse lavdia, adhurimi dhe nderi i përket vetëm Zotit. Dhe adhurimi i përket vetëm Perëndisë të qiellit. Për këtë arsye thotë edhe Krishti, çfarëdo që ti kërkoni Atit në emrin tim, t'ja kërkoni në emrin tim, sepse unë e di çfarë do t'i them Atit për lutjen që ti dërgon atje. E kuptuat vëllezër dhe motra? Përse të mos i përjetojmë këto? Jemi të varfër në mes të varfërve, nuk doni të jem të varfër në mes të pasurit Atit ton, sepse këtu banon Ati jon, na dëgjon në këtë moment se çfarë i themi. Dëgjon zemrat dhe
kuptimet e gjithë secilit që mendon duke dëgjuar këto fjalë. Ekziston kjo fryma e shenjtë që flet, ai që flet dhe atyre që dëgjojnë. Dhe në kish do të dëgjohen të vërtetat e Ungjillit. Nuk mundemi ne të jetojmë vëllezër dhe motra me mëkate. Nuk bëhet me. U rilinde merre kuptoje tani këtë. Gjej shumë vëllezër dhe thënë, mirë thot, ka se kisha probleme. Mirë, ike, do të mundohesh, do të vuash. Disa nga që mënyrat që fletën është një mënyrë që detyroj tjetrin të përgjigjet në atë që i them, e dini se çfarë më kanë thënë. Thot, unë tani, thot, ika tani, s'kthejme do të kurrë. Kam neveri akoma edhe për vetën time. Dhe them, ja dëgjo, është një shembëltyr në Ungjill që ti e dini, them, të djalit plankprishës. Kudo që të shkosh, çfarëdo që të bësh, çfarëdo që të ndreqesh, çfarëdo që të fitosh, kushdo që të bëhesh, çfarëdo lloj force që të përbesh në këtë botë, nder dhe lavdi po të marrësh, do të vijë një ditë që do të gjendesh që të hash ushqim me derrat dhe të hash ushqim të derrave. Nuk mund t'i shmangesh kësaj. Dhe atëherë do të vish në vete. Do t'i kesh ato që don t'i kesh, por nuk do të kesh mbretin e paqes brenda zemrës sate. Dhe në tha të eshis. Dhe atëherë do të shofesh mungesat e tua. Atëherë do të shofesh fukarallekun tënd. Atëherë do të shofesh fatkeqësinë tënde të plot. Kur pra të vijë ky moment, e dini se çfarë do të bësh. Do t'i mbledhesh gjërat e prishura të tuat dhe të kthehesh tek shtëpia e atit tënd. S'është e mundur të bëhet ndryshe. Unë nga llogaritë që kam bërë, vëllezër dhe motra, edhe këtu e kam bërë këtë llogari. Në vitet që isha unë këtu, po të ishin të gjithë ato që u pagzuan, do të ishin mira këtu. Po apo jo, vlla Jorgo? Kaloj shumë njerëz kaluan këtu. Mendoni tani nga kjo kish që mungoj unë nga 2004 deri në 25, kam 21 vjet që mungoj. Por qëndrova këtu 15 vjet e përjetova këtu kishën. Këto do t'u japim mesazhet. E përqafova dhe unë dhe i them, shiko, çfarëdo që të bësh, nuk i thash për lëndët e derravet. Mbase fola unë për to, por jo që ta mërzis. Çfarëdo që të bësh, i thash, në shtëpinë e atit tënd do të vish. Aty do të gjesh thot mua, filanin. Do të presim. Ne vëllezër dhe motra duam ngushëllim. Nuk duam një drast i bjem kokës. Derisa gjithë secili nga ne e njeh dobësitë e veta. Duhet të vijun të më thuash ti, Pavlo nuk je mirë, nuk e di unë se nuk jam mirë. Apo do të më thuash ti se din diçka, je mirë, ma ona nuk e di a jam mirë apo jo. Derisa informimin gjithë secili e ka brenda ti nëpërmjet frymes. Ti nuk e din se si ecën në Krishtin. Duhet të vijun të ta them, ta thot Jorgo, ta thonë këtu predikuesit. Jo. E din sepse lexon Ungjillin. Kjo është shumë e rëndësishme, vëllezër dhe motra. E dim të gjithë ne sepse lexojmë të vërtetën. Ke Krishtin, i cili ai do t'ju drejtojë në udhën, cilën të vërtetën. Me çfarë qëllimit? Me qëllimin e jetës të përjetshme. Dhe derisa të arrim atje, çfarë tjetër ka si qëllim? Të njohësh atin e tij. Përse don Krishti nëpërmjet ti të shkoj unë tek ati, që të doj edhe ati, sikur të deshi Krishti dhe të vinë dhe të banojnë në ty. Për këtë të don Krishti. Në qoftë se kush thot, e dëgjon fjalën time, do të duhet nga ati im, dhe unë dhe ati im, do të vim dhe do të banojmë brenda në zemrën tënde.
Atëhere, çfarë banon këtu brenda? Ka shumë herë që them mos lëviz nga froni yt, mos lëviz. Dhe ka dhe herë të tjera që i them, Zot, dua të vish të qëndrosh në fronin tënd, sepse froni i Krishtit është zemra gjithë secilit prej nesh. Don shpjegim kjo gjë. Don të analizohet kjo gjë. Çfarë analizë të bëjmë? Duam Krishti të banojë në zemrat tona. E thot vet. Digjet njeriu dëgjon. Dikur më tha dikush, dua ti thërras, i dashur im dhe kam turp i them. More thirrri thot të marrim edhe ne përpara zjarr. Të thrasim të gjithë së bashku, je dashuria jon. Kjo është jeta të krishterit. Nuk ka të na jap gjë tjetër përveç se dashurisë, dëmshurisë, shoqërisë, mëshirë, hir, të vërtetën. Nuk ka Krishti të jap gjëra të prishme. Të gjitha sa do të jap Krishti, do të jetë e përjetshme. Sot të dëshmojmë të gjithë se kemi jetë të përjetshme. Kjo është ngushëlluese. Dhe do t'ju them dhe diçka, të shoh pak sa është ora. E do të mbaroj thot për pak. Kisha një shok. Jetova me te 36 vjet, është komshi im. Familja e tij është shumë e pasur, ka fabrik. Pasuri të madhe. Ai studioi, u bë ekonomist. Jeta i solli gjërat ashtu. Dhe dështoi si njeri. Tek vëllai im Taqi i thoja për atë djalë gjithnjë dhe më thot, më pyeste çfarë bën ai? Gjithnjë vdisnin njerëzit, mësonim të reja që vdisnin pra. Dhe muajin që isha këtu, muajin e kaluar, unë lutesha për atë njeri. Dhe i kërkoja Zotit të ma dhuroj atë njeri. Dhe shkoj dhe shof një njeri, vëllezër dhe motra, si rënoj. E dini se që më tha? Vajtëm në kish dhe më tha, Pavlo, unë dua të bëjmë sikur ti. Sikur unë i them. Ma e din kush jam unë i them. Unë jam më i keq i të gjithëvet. Me fole thot për Krishtin dhe ndreqi shprehjet e mia. Dua të bëhem sikur ti, që të bëri ashtu si që të bëri Krishti. I them unë. E mirë, thot, le ta them pak më qartë. Dua të ndjeku rrugën që ndoqe ti. E pa vëllai im Taqi u gëzua, folëm me te, e pa dhe Vasoja që është këtu, folëm me te, dhe shok me Taqin ishte. Vëlla, lutemi së bashku në Zotin. Dhe më thot, vendosa të shkoj në kish. Do të shkoj, më tha. I them, po, por kaq kohë bëre ato që bëre. Po, kam shumë probleme, më tha. Shko, mi thuaj problemet. Dhe i thash, do t'i zgjidhë Zotit të gjitha, i thash. E dini se Krishti nuk vjen të krijoj probleme tek njerëzit. Krishti vjen që t'i heq problemet nga njerëzit. Vaso e pa se si ishte, si një lypës ishte bërë. Sot, shkoj, u qeth, u ruajt, u ndreq, u bë njëri bukur, shikon të vetën e vetë në pasqyrë dhe më thot, kam 13 vjet të shoh fytyrën time. Nuk shifte fytyrën e tij.
Por nuk është kjo rëndësishmja, e di se Krishti e ka marrë përsipër. Përse? Sepse nga momenti që njeriu merr vendim dhe gjunjëzohet përpara Krishtit, nuk është e mundur që të ik i pa informuar. Nuk bëhet. Nuk bëhet. Dhe do të vi përsëri tek provoja ose eksperienca ime. Unë lutesha sepse e njifja kishin që në 60 nishin, kur isha 7 vjeç. Atëherë njofta kishin, vlla Luin, njofta Spirën që ishte 4 vjeç atëherë, 3 vjeç ishte atëherë. Pavlos kishte lindur akoma dhe vëlla Nikola Kopullën dhe gjithë vëllezërit e vjetër që ishin atëherë. E dini se ç'bëhej? Shkoja dhe i thoja Perëndis, po për brenda me jetë kërkoja të tjera gjëra. Dhe vinë shumë vëllezër dhe më thojnë, ma lutem dhe nuk bëhet asgjë, nuk jam rilindur, më thotë, ndërsa gruaja ime është rilindur. Po, por sepse e bën sikur e bëja unë, i them. Unë shkoja, bëja lutje Krishtit dhe shikoja orën, sepse në orën 8 doja të shkoja në një takim. Dhe të vish në kish. Çfarë ti thoja në atëherë? Më thoshte Foti. Kisha në orën 8 takim. E ja të shkojmë në kish, më thoshte. Dhe thoja brenda mie, ma në rregull jeri Foti, thoja. Çfarë më thot ai? Por ja që ku 19 vjeç më ndodhi ajo që më ndodhi. Përse? Sepse u gjenta në praninë e Perëndis dhe u thye zemra ime. Dhe të gjitha sa i thasha të ditë ishin të vërtetat. Ja lotet. Për çfarë arsyet? Për gënjeshtrat e të kaluarës time. Dhe vjen Jezu Krishti dhe atë qelës të bekuar që hyri këtu në këtë vrimën e qelësit të kokës time, e ktheu dhe kuptova gjëra. Kush do ta bënte këtë? Kush mund ta bëjë këtë? Këtë gjë bën Perëndia tek shoku im në këtë moment. I ka vur qelësin dhe po kupton. Dhe dini, nuk ke çfarë të thuash më me te. Kjo është më e lavdishmja. Është po dhe amin në të gjitha sa thot fjala e Perëndis dhe lexon Ungjillin. Ka në shtëpinë e tij një Ungjill të vogël dhe lexon. Çështje e madhe kjo. Çështje e madhe. Dhe nga që kisha e din jetën time, dëgjoni dhe një gjë tjetër. Nëse ju kujtohet për shokun tim që besonte tek 12 zotërit, me atë bëm përpara kohet lutjen e parë së bashku. E dini çfarë më tha? Më mori në telefon dhe më tha, lutu se ty të dëgjon Krishti. I them, Trifina, do të më çmendesh, i them, dhe nuk mundem, jam njeri moshuar, i them. Po thot të dëgjon ty Krishti. Do të më çmendesh, i them. E mirë, thot, mund të kemi besime të kundërta me njëri tjetrin, po mirë, thot, tani mos e kërko të gjesh. Jo, i them unë, çfarë të kërkoj? Do të gjesh Krishtin. E kuptoni? Dhe kam marrë vendim, vëllezër dhe motra, që kush të gjendet në jetën time, qoftë përpara me jetë apo qoftë pas me jetë, të ndjekë Krishtin. Mund ta bëjë Zoti. Do ta bëj dhe e ka bërë. Kisha 2 shok, pastaj erdhi 3, pastaj erdhi 4. Tani janë 2 të tjerë që do të bëhen 6. Nuk ke dhe ndonjë shoqëri të madhe. Kaq është, këto janë shokë të ngushtë. 5-6 veta, 7 hajde. Në qoftë se unë, me gjithë shokët e mi t'i sjelli këtu, ç'më duhet se ç'bën bota? Të vërteta të mëdhaja këto, vëllezër dhe motra, dhe do të mbylli me këtë. Vëllai i Fotit që na folin në familjen time ishte 1. 6 vëllezër, 1 beson. 5 të tjerët, babai i tij dhe nëna e tij e shajnë. Rezultati e dini se cili është? Ato që thoshte edhe Jorgo në kongres, të njëjtën. Vëllezërit,
fëmijët tonë, niprit në besat, të gjitha u ungjillizuan 41 veta. Që të mos them për familjen e Grives, që janë 100 veta pa një. Familja e vlla Grives janë 99 vetë që janë në Krishtin. Po, për ai kishte 8 fëmijë. Vëllezër dhe motra, jetojmë një mrekulli. Dhe tani do t'ju them mrekullinë më të madhe të gjithave. Kur vazhduam në këtë kish, sa veta ishim, Jorgo? 3 familje? 4 familje sa ishim? 15 veta ishim. Shikoni sa jemi. Dhe të djelesh e shifni se sa jemi. Dhe ato që kanë ikur, familja jon janë. E kuptuat? Tha mrekullia e mrekullive është kisha e Jezu Krishtit. Kjo është mburrja jon. Dhe kush don të mburret, në Zotin të mburret. Të jep lejen dhe bekimin e tij Krishtit ta bësh. Kush të mburret, në Krishtin le të mburret. Po çfarë paragrafit është ky? Por të gjithë ne është ky paragraf. Përse? Sepse mburremi për Krishtin ton. Ai i bëri të gjitha. Ne çfarë bëjmë? Lere që bëjmë ne. Hir gjetëm edhe ne nga Zoti. Dhe uroj të gjejmë gjithmonë hir. Dhe gjithmonë Perëndia të na drejtojë në të vërtetën e tij. Gjithmonë Krishti, vëllezër dhe motra, të na mësojë të vërtetat e tij. Dhe do të arrijë momenti që këto të vërteta do të sjellin në një pikë që të njohësh të vërtetën e shpirtit tënd. E kupton se ç'të them? Pra, frymërisht të njohësh të vërtetat. Do të dish se cila është e mira dhe cila është e keqja. Këtë rezultat ka rruga në kishën e Krishtit. Nuk do të bashkohesh ti me gënjeshtren. Nuk do të kesh nevojë që të thojnë të tjerët ndonjë gjë. Por do të jesh i kënaqshëm dhe i informuar për Krishtin në jetë në zemrën tënde. Ti vetë dhe të gjithë ne. Sa e mrekullueshme është kjo. Dhe dini çfarë do të bësh? Kur të shkosh të lutesh, më lejoni ta them sepse nuk ju them gënjeshtra. Kur më katojnë ndonjëherë, në ato që bie, domethënë në gabimet që bëj, them Zot do të vi të kërkoj mëshirën tënde. Por kur brenda mejet, ndjej kur më mbush Krishti, thot do të vi të lavdëroj. E kuptuat? Do të funksionoj vetvetiu brenda, fryma e Perëndis. Dhe do të jesh i kënaqshëm me, dhe do të kesh nevojë për asgjë tjetër. Kush është në Krishtin Jezus, është një krijesë e re. Të vjetrat kaluan, ja të gjitha bëhen të reja. Ju uroj me gjithë shpirt që Perëndia t'ju bekoj shumë. Dhe dua të luteni për mua,